Nga 1 janari vitit 2026, paga minimale në vendin tonë do të jetë 500 euro dhe përfituesit e parë direkt do të jenë 307.850 punonjës. Kështu konfirmoi kryeministri Edi Rama në një komunikim përmes rrjetit social, ku ndau detaje nga projekt buxheti vitit 2026, tashmë në kuvend për shqyrtim. Nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro. Kreu i qeverisë u zotua se kjo nuk do të jetë rritja e vetme në mandatin e 4 qeverisës, ndërsa shpalli synimet për të çuar pagën minimale në 700 euro. Ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Kryeministri zbuloi edhe një skem mbështetje të biznesit privat për kostën e sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Në video mesazhin e përcjell vetëm pak minuta përpara se të merrte në dorë raportin e progresit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kryeministri tha se fondet për pensionet do të merrnin pjesën e Eluanit në atë që e cilësoi buxhet që vën në qendër pensionistët dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve. Padyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Pra janë rreth 1.7 miliard euro më shumë që pensionistët do të marrin mbrapsht nga investimi i tyre për mandatin ton të 4 të qeverisës. Kreu i mazhorancës thotë se rezultati 11 majit, ku Partia Socialiste mori mandatin e 4 qeverisës, është një detyrim më shumë për të kthyer qytetarëve besimin me votë. Janë 83 arsye më shumë se sa deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim. Më herët kryeministri Edi Rama zbuloi planin e rritjes së përvitshme të pensioneve deri në vitin 2029, kur synohet që pensioni minimal të arrijë 40.000 lekë dhe pagesa e invaliditetit të jetë 30.000 lekë.